bazat ku janë baza qendra, Tiranë, Shkup, Prishtinë, Tiranë, Shkup, Prishtinë, ku zhvillohet kultura, ku zhvillohet civilizimi kombëtar. Diaspora, faleminderit për tyne, faleminderit për tyne, për ndihmën sociale. Faleminderit për tyne, për ndihmën sociale, ekonomike që ja ka bu Kosovës, por për kulturë edhe civilizim janë bazat, ku i kemi Prishtinë, Tiranë, Shkup. Po, Zajli Rida, po t'lutem, sepse nga Prishtina kemi shumë rëgjimtar. Edhe nga Kosova kemi... Po mendon me lidh me kulturën, dështë ta zhvillime... Në Tiranë zhvillohet kultura, në Shkup... Na po flasim për shkurizimin në Kosovë. Po, për saj përket apo i bjen që na shkurizimit i kemë për shkak të zhvillimit kulturës, civilizimit. Nuk o civilizim, shkurizimi as kulturë, nuk o dim se për përzim. Në të diaspor, nuk kanë ku për shkurizime, nga që Menjes, Bramje, Poloj, ka që ato orë që e ka nga kushtu burit e të gruzve. Po le taloj Maastrichtin me folë dhe me përfundim. Kena keq kuptu i ndëru. Po le taloj Maastrichtin të shtatë dhe në fund. Po le ta përfundoj dhe në fund, Zajli Rida. Për diasporës, sa raste ka nërë që e vrau buri grunë? Sa raste ka nërë dhe vrau buri grunë? Të lutem, ti po kesh kuptan. Po veç ku e ka lidhë, sa bon e ditë. Do me thonë që shtetin atë rastet që vinë, rastet e rënta që vinë nga... Kjo nuk është Zajli Rida, po, nuk është as pak e vërtet që nga diaspora. Edhe kulturën edhe vrasje, s'pe kuptoj çka lidhe. Lidhen shumë gjëra. Po çka me temën që kemi çka lidhe? Ata kur po vinë këtu, po na përzin kulturën. Po. Sa më zonja Zahida po e thua këtë. Me kon kolegja. Pse duhet më thonë kjo? Une nuk jam kundër diasporës. Po pse duhet thua, sepse kjo krijon një përçarje saj përket. Jo, une vetë ku jetu në diasporë 10 vjet une. Po krijojnë përzierje kulturash. Pse përzierje kulturash? Diaspora kur po vinë, për kontrazi duhet me ndallon shembull sepse nuk e bojnë asnjë hap burri as gruaja pa konsultim me vetë. Kanë organizim, kanë komunikim, kur vinë dalin bashkë, nuk janë si na që dalin veç e veç. Pastaj në diasporë ndoshta nuk kanë kohë me u shkurrizu për shkak se ju nuk e dini familje diasporë që ka. Dhe mbrëmje në punë. Kur vinë të lodhë